Shkëlqim, ushqimi ma i preferuar për gjithë është sillashi. Çka përmban sillashi? Sillashi përmban sillazh, thont blumun, të koseki jongjë, që është edhe ma mirë jongjë me përzi. Ka 2 kg për kokë lop soj, 2 kg gjys për kokë lop grënd blumun, 3 kg krune, 3 kg misër blumun. Qëtu janë tash qëtuën qëtë racion për 24 orë. Dimnit për 24 orë se është ftoft, e verës 2 herë në mëngjes edhe në mbrëmje, se është puna nxehtësisë. E tash, si thash ma herë, ko të kanë lopë të shryme 24 orë, qilësor, edhe shtrojnë e mira mëjnej, tash mundi me pa vetë që sa qetë rinë lopët. Shumë rinë lopët qetë. Imunitetin e fort, kimja ju vizlan, mi pa do lopë shien me damar, këtë damar t'i dalin, se kanë imunitetin shumë të fort. Kjo është vetëm puna kujdesja. Shtroja e mirë, ushqymi, ndërqimi, ari. Tash, për komoditetin prapë, ajrimi i fermës. Kemi pa disa vende në Kosovë, është absolutisht jashtë standardeve, shumë mbyllur hermetikisht, themi, është jo shëndetshëm. Po aja aparati atje shka shërben atje, flladica apo shka? Jo, flladica tash i kemi shtegat, i kemi dhumëna. Mene tash kanë më ardhë shtegat ka mesi majt, ato ventilimet, po du më thonë, kanë më ardhë gjdo kolon, mes kolonit kanë më ardhë 9 copa, ventilime dhe kjo qelet komplet kënejnej. Ka të nështë arë të pastër dhe ndërqimi. Tash si janë shumë ferma të mbyllën, si janë të shku pak sistem të moqëm, ajo është gazna ka shumë lopëve si jo bjen të shë në gji, i kapën mushknit, nuk vaksinohen të shë me regullët edhe kanë probleme. Ko t'i kapë mushknit, fillu shkomon lopa, shkomon pe goje, shkojnë qyrat, bone se mjekove me njëherë, me antibiotik të fort, ajo s'ka gju, ajo shkon. Sigurisht keni edhe përvojat, ju vinin nga Zvica. Zvica është vendi i dytë apo i tretë diku në blegëtori të zhvilluar. Ka edhe sistem të avancum të mbajtjes së gjedheve, janë ligjet janë. Është sistemi i lirë, këtu po shihet sistemi i lirë është. Edhe sistemi lidhës. Ai që është me sistemin për lidhje, 2-3 herë obligohet që me qitë natyrë. Ndërka që këtu si qëndrojnë punët. Ka Kosova apo nuk ka? Më kara atje, se unë jëmë rritë atje që 47 vite, jëmë rritë atje komplet në Zvicër, dhe nën stop jëmë ko me fermera, edhe me qitë lami jëmë merë atje shumë vite, komponiu edhe në përshtalla shumë, tash lopa, këtë është lidhë, kjo është nga zhëllaki ma i madhin Kosovë, ti lopën, ti pelen lidhë, bonja hyzmetin, këso do me pas bërëqetin, bonja hyzmetin. Lopa lidhë, e do në ushqymin se të tash, shtrojen. Këto është problemi, lopa lidhë ka plumë në bagla, të merë. Edhe kashagijen, nuk e përndorin kashagijen. Në Zvicër, këtë i kanë lopë lidhë, i nshojnë, e vërtet i nshojnë, po i kashagitin. Nuk mund është mi pa kënë baglën në trupë, se kur tash të mija ta pishe, rralë mund është me pa në një se ka pak baglë, asë njësë mund është mi pa me baglë. Se kanë shtrojnë e mirë.